Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. 58 vatra zjarri u raportuar në 24 orët e fundit në vendin tonë. Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile raporton se mbetet aktive vatra zjarri në një sipërfaqe pyjore me pishë dhe bimësi të përzierë në zemën të Lezhës. Në vendngjarje kanë shkuar 4 automjete zjarr fikse, vatra të tjera zjarri janë raportuar në disa qarqe të vendit, por janë neutralizuar nga shërbimi zjarrfikës. Si pasojë e zjarreve janë ndjekur rreth 32 hektar sipërfaqe me bimësi, por edhe me lis, ara dhe rënj ulliri. Në operacionet për shuarjen e zjarreve u angazhuan 85 automjete zjarrfikse, 557 forca operacionale, një automjet zjarrfikës me 5 efektiv dhe një helikopter nga forcat armatosura. Instituti Gjeoshkencave raporton se për shkak të temperaturave të larta dhe erës së fortë, diela paraqet nivel rrezikshmërie të lartë për zjarre në qarqet Lezhë, Durrës, Tiranë dhe Fier. Edhe Greqia dhe Turqia po përballen me zjarre në disa zona, gjithë Europa në fakt është përfshirë nga një valë e të nxehtit me temperatura që arrin deri në 44 gradë në Portugali. Europa po mbyll një javë përvëluese me temperatura që i kaluan 40 gradë Celsius dhe që shkaktuan zjarre në disa rajone të kontinentit. Më të forta zjarret kanë qenë në Turqi, ku raportuan vatrat fuqishme në Izmir, Bursa, Tekirak, Sakarya dhe Adana. Një operacion i gjeri autoriteteve është vënë në lëvizje për përballimin e situatës. Një avion zjarrfikës u rrëzua në Adana teksa merrte ujë në një digë ndërsa vijojnë kërkimet për pilotin. Edhe në Greqi nuk kanë munguar vatrat e zjarreve. Shumë Athinas nxituan drejt plazheve, ndërsa vala e parë e madhe e nxehtësisë së vitit goditi vendin. Termometri shënoi mbi 40 gradë Celsius. Turistët dhe vendasit si në Spanjë ashtu edhe në Portugali e kanë pasur të pamundur lëvizjen gjatë ditës me temperatura ekstreme deri në 44 gradë Celsius. Autoritetet portugeze paralajmëruan se i nxehti do të përfshijë të gjithë vendin. Ata u kanë kërkuar qytetarëve të qëndrojnë vigjilent dhe të shmangin aktivitetet që mund të shkaktojnë zjarre, duke paralajmëruar se kushtet e thata dhe erat e forta mund të ushqejnë flakët. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se Europa po nxehet më shpejt dhe se vdekjet si pasojë e ngrohjes globale janë dyfishuar. Shqipëria klasifikohet si një nga vendet më të prekura nga ky fenomen. Europa po ngrohet më shpejt se çdo rajon tjetër në botë, alarmi është dhënë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, sipas së cilës vetëm në verën e vitit 2023 në rajonin evropian janë regjistruar 72.000 vdekje në vit. Referuar statistikave botërore, ngrohja globale dhe ditët e nxehta e kanë bërë që pothuajse vdekjet nga i nxehti të dyfishohen për gjatë viteve 2003 deri në 2023. Nga 47.000 vdekje, këto shifra kanë arritur në 72.000 vdekje në vit. Edhe Shqipëria nuk përjashtohet nga ky fenomen. Sipas shërbimit meteorologjik në vend, ditët e nxehta në Shqipëri janë më prezente, pothuajse gjatë gjithë muajve të verës. E po ashtu, netët janë më të nxehta duke mos zbritur poshtë 20 gradëve. Nëse i referohemi 2024-s, është vënë re që kemi një zgjatje të numrit të ditëve me temperatura mbi 35. Kjo vjen si pasojë e ndryshimit të frekuencës së valëve të nxehtit. Për gjatë verës së vitit 2024 kemi patur 3 valë të nxehtit, kanë të bëjnë dhe me rritjen e temperaturave minimale të natës. Ajo që vjet re është se temperaturat në 5 vitet e fundit janë rritur me thuajse 3 gradë. Ka një spostim të këtyre mesatareve shumë vjeçare dhe nëse bëjmë një krahasim të këtij 5 vjeçarit të fundit me 30 vjeçarin e dytë, që do të thotë periudhën 90-2020, kemi një rritje prej 1 deri në 3 gradë. Kriza klimatike është një emergjencë për shëndetin publik pasi valët e të nxehtit po rrisin sëmundjet e frymarrjes, astmës, atyre të zemrës, goditjeve në tru dhe ato të shëndetit mendor. Mira specie të ralla të parkut kombëtar të Vjosës rrezikohen nga derdhja e mbetjeve të naftës në zonën e Gorishtës në Vlorë. Ekspertët kërkojnë ndërhyrje për ndaljen e masakrës mjedisore. Ndodhemi në fshatin Gorisht. Ky është pikërisht vendi ku ndodh procesi i dekantimit të naftës, ose e thënë me fjalë të thjeshta, burimi i të gjithë kalvarit të ndotjes së lumit Vjosa.
Si rezultati i derdhjes së konsiderueshme të naftës në parkun kombëtar të Vjosës, po ndodh një masakër mjedisore. Ndodhemi pranë lumit Vjos në afërsi të fshatit Poçem dhe pikërisht në vendin ku derdhen mbetjet e naftës. Një nga lumenjtë e fundit të egër të mbetur në Evropë, ku jetojnë më tepër se 1000 gjallësa, pjesë të ekosistemit, po kërcënohen seriozisht nga mbetjet e naftës, të cilat depozitohen nga stacioni i fshatit Gorisht të Selenicës, duke vërshuar kështu në formën e një përroji siç mund të shihet dhe në pamje. Përfaqësues nga shoqatat ambientaliste shprehen se ky problem ekziston prej vitesh, duke kërkuar reagimin e menjëhershëm të institucioneve shtetërore. Ndotja është masive dhe presioni është për një periudhë shumë të gjatë. Atëherë, me përvojën time dhe me vlerësimin që bëj, kemi të bëjmë me një krim mjedisor. Kompania Alpetrol shprehet se ky është një nga vendburimet 60 vjeçare si pjesë e industrisë nxjerrjes së naftës në këtë zonë, në të cilën deri para pak vitesh nuk janë trajtuar sipas protokolleve teknike. Aktualisht në zonë nuk ka asnjë aktivitet të ri ndotës prej shumë kohësh. Alpetrol po e zvogëlon çdo vit sasinë e mbetjeve të trashëguara, e kjo vërtetohet nga veprimet e ndërmarra zyrtarisht. Kompania Alpetrol do të vijojë me një plan masash të përcaktuar qartë, të pastrojë zonat e ndotura për 10 vite me radhë, duke i kushtuar kujdes të veçantë mbrojtjes dhe rehabilitimit të mjedisit, sidomos në mbrojtje të pasurisë tonë natyrore kombëtare, lumit Vjos. Alarmi për ndotjen e Vjosës, të cilësuar si lumi më i egër në Europë, u dha edhe nga ekspertët e huaj mjedisor, siç ishte edhe studiuesi gjerman Ulrich Ekelmann, që me anë të një video kërkoi ndërhyrje në shpëtimin e këtij parku kombëtar nga katastrofa mjedisore ekologjike. Kuvendi i Kosovës dështoi të zgjedhë krerët e saj edhe në seancën e 39, vetëvendosja këmbguli në mbajtjen e votimit fshet, por nuk pati votat për ngritjen e komisionit përkatës. Partitë e opozitës u shprehen se kjo mënyrë votimi bie ndesh edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese të dhënë pak ditë më parë. Ndërsa vetëvendosja deklaroi se i qëndron votimit fshet. Një ditë më parë pati edhe një takim të thirrur nga kryeministri në detyrë Albin Kurti me krerët e partive politike, por pas një mbledhjeje që zgjati rreth 2 orë, nuk u arrit asnjë marrëveshje. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë miru pafshim.